Rusia ka përshkallëzuar bombardimet kundër qyteteve ukrainase duke vrarë 10 civil. Antali i Parlamentit Evropian Ilhan Kiku ka theksuar se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të heqë vizat për Kosovën. E raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka deklaruar se nga Serbia pret që ta dënoj pushtimin e Rusisë në Ukrainë. Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 17. Rusia ka përshkallëzuar bombardimet kundër qyteteve ukrainase duke vrarë 10 civil. Polonia vlerëson se NATO-ja duhet ta rishqyrtojë vendimin për mos ndërhyrje në Ukrainë nëse Rusia përdor armët kimike, shqetësim që është ngritur nga liderët e Ukrainës dhe nga Shtëpia e Bardhë. Ukraina ka kërkuar armëpushim dhe tërheqje të trupave ruse. Kërkesa është bërë nga një këshilltar i presidentit Volodymyr Zelenski në ditën kur guvernatori i qytetit Lviv ka konfirmuar se 35 persona kanë humbur jetën dhe 135 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmit në qendrën ndërkombëtare të paqëruajtjes dhe sigurisë rreth 30 kilometra larg kufirit me Poloninë, shtet antar i NATO-s. Baza përdorej për trajnime me instruktor të NATO-s. 9 persona të tjerë janë vrarë të dielën nga sulmet ajrore në qytetin jugor Mykolaiv, ka konfirmuar guvernatori i zonës. Qyteti shihet si vend kyç për çdo sulm të ardhshëm në qytetin portual të Odesës në bregun e detit të Zi. Ndërkaq kryetari i Kievit Vitali Klitschko druan se Rusia mund të përdorë armët kimike apo biologjike në Ukrainë. SBA deri tani ka thënë se nuk ka dëshmi se Rusia planifikon të përdorë armët kimike, po këtë nuk e ka përjashtuar edhe Shtëpia e Bardhë. Polonia ka vlerësuar se NATO-ja duhet ta rishqyrtojë vendimin për të mos ndërhyrë në Ukrainë nëse Rusia përdor armët kimike. Presidenti Zelenski ka thënë se më shumë se 125.000 qytetarë janë evakuuar nëpërmjet korridoreve nga zonat e konfliktit në Ukrainë. Ndërkaq Papa Francesku ka denoncuar barbarizmin e vrasjes së fëmijëve dhe të civilëve të pambrojtur në Ukrainë. Ai ka bërë thirrje që të ndalet masakrimi i ukrainasëve, para se sikurse ka theksuar ai, qytetet të kthehen në varreza. Qytetarët e Mariupolit kanë thënë se po përballen me temperatura të acarta dhe mungesë të madhe të energjisë elektrike, ushqimit e ujit, derisa trupat ruse po shënojnë përparem në marrjen e kontrollit të qytetit. Ushtria ruse ka përshkallëzuar bombardimet e qyteteve dhe të infrastrukturës kritike të Ukrainës, duke mos kursyer as zonat e populluara me civil. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se po mundohen të evakuojnë sa më shumë qytetarë të pambrojtur. Në disa qytete, dëshmitarët kanë thënë se trupat ruse kanë nisur t'i legjitimojnë qytetarët në përpjekje për të konsoliduar kontrollin. Gazetari Brent Renaud është vrarë në një sulm në afërsi të Kievit të rrethuar, ndërsa fotoreporteri amerikan Juan Arredondo është plagosur dhe është dërguar në spital për trajtim. E në Antalya të Turqisë, antari i Parlamentit Evropian Ilhan Kishu ka theksuar se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të heqë vizat për Kosovën, si dhe që të gjitha vendet anëtare të bllokut ta njohin shtetësinë e Kosovës. Këto komente eurodeputeti bullgar i ka bërë pas takimit me presidentin Vjosa Osmani dhe me ministren e jashtme Donika Gërvalla në kuadër të forumit diplomatik. Duke mbështetur rrugtimin e Kosovës drejt integrimit euroatlantik, ai ka shkruar në Twitter se ky ishte mesazhi që ai u ka përshkruar Osmanit dhe Gërvallës. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vlerësuar se disa në perëndim duan që 4 vendet e BE-s, Rumania, Slovakia, Spanja dhe Greqia ta njohin Kosovën ashtu që ajo të antarësohet në NATO. Sipas Vučićit, këtë tashmë e ka konfirmuar edhe ish-zëdhënësi i NATO-s, Jamie Shea. Këto komente Vučić i ka bërë në deklarim për TV Pink, me që rast u pyet se si e komenton faktin që Shea ka thënë se duhet të pajtohen edhe 4 vendet të NATO-s që Kosova të antarësohet në Aleancën Veriatlantike. Këtë ideja e ka cilësuar si jo reale, ndërkaq ka vlerësuar se këto vende nuk ka nevojë për Serbinë si kundërshtare, nga se nuk ka nevojë për ndonjë problem diku tjetër, por ka shtuar se kjo ide ekziston. Ja imam obavezu da obezbedim i učestvujem u obezbeđivanju mira i
E raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka deklaruar se nga Serbia si një shtet që pretendon antarësimin në Bashkimin Evropian, pret që ta dënoj pushtimin e Rusisë në Ukrainë. Ajo ka shprehur shqetësimin për faktin që mediat në Serbi po bëjnë pjesë e fushatës dezinformuese të Rusisë. Ndërkaq ka theksuar se minimumi që BE-ja kërkon nga Serbia është që të përafrohet me sanksionet e bllokut ndaj Rusisë. Këtë reagim ajo e bëri duke shpërndarë në llogarinë e saj në Twitter një postim të shefit të Fondacionit të Sfidave të Mileniumit në Kosovë, Petrit Selimi, i cili ka publikuar ballinën e gazetës serbe Novosti, në të cilën thuhet se ushtria ukrainase po i vret njerëzit e vet në Mariupol. Shoqata e transportuesve rrugor të udhëtarëve i ka dhënë ultimatum 72 orë Ministrisë së Infrastrukturës që ta anuloj vendimin për çmimorën e re ku studentët, fëmijët, invalidët e luftës e ata të punës si dhe pensionistët do të paguajnë 50% më pak për biletat e autobusëve. Ata thonë se nëse vendimi nuk anulohet, atëherë do të ketë protesta. Nëse Ministria e Infrastrukturës nuk e anulon vendimin për përgjysmimin e çmimit të biletave për udhëtarët e disa kategorive, atëherë shoqata e transportit rrugor të udhëtarëve do të organizojë protesta, të cilat thonë se deri tash i kanë pezulluar. Kështu të dielën kjo shoqatë mori vendime gjatë një mbledhjeje urgjente të organizuar me operatorët ku i dhanë ultimatum 72 orësh, zëvendës ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishit që ta anuloj vendimin. Kryetari i kësaj shoqate Rozhdi Kurtishaj, pasi u konsultua me operatorët e autobusëve, tha se çështjen fillimisht do ta dërgojnë në instanca gjyqësore. Drejtues me anë të një kërkesë pa dije do t'i drejtohet gjykatës themelore në Prishtinë dhe gjykatës kushtetuese për shkelje ligjore dhe për mohimin e të drejtave tona si treg i lirë. Çështja e dytë apo vendimi i dytë i kësaj drejtues të shoqatës ka të bëjë me çështjen që ne po kërkojmë që brenda 3 ditësh përkatësisht në afat për 72 orësh qeveria ta anuloj këtë vendim. Nëse kjo nuk aprovohet, atëherë vendimi i tretë i shoqatës pason me autorizim që i ka dhënë shoqatës, Këshilli Drejtues dhe gjithë anëtarëve të Kuvendit që të organizohet protesta, Ditëve të fundit, disa kompani që destinacion e kanë Prishtinën i kanë shtrenjtuar çmimet e biletave duke ju referuar kostos së naftës. Por Kurtishaj thotë se rritja e çmimeve të biletave ka qenë solide. Se ka ndonjë lëvizje të çmimit të biletave dhe ato kanë qenë lëvizje simbolike, pra ne nuk kemi ngrit çmimin e biletave të autobusëve në 50 apo 30 apo 60 apo 70%. Ata e përmendën nenën 10 të Kushtetutës së Kosovës, sipas të cilit afarizmi operon bazuar në ekonominë e tregut, duke shtuar se shteti nuk mund t'i vendosë çmimet. Nëse vendimi ekzekutivit mbetet, atëherë studentët, invalidët e luftës e ata të punës, si dhe pensionistët do të paguajnë 50% më lirë, ndërkaq fëmijët deri në moshën 6 vjeçare nuk do të paguajnë fare. 2 persona kanë vdekur brenda 24 orëve të fundit në Kosovë si pasojë e infektimit me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se edhe 32 raste të reja janë regjistruar gjatë kësaj kohe, nga gjithsej 1217 mostra të marra për testim. Sa u përket të shëruarve, njoftohet se 69 qytetarë janë kuruar plotësisht, duke i quar numrin e përgjithshëm në 223.042. Me këtë rast edhe numri i rasteve aktive në nivel vendi ka shënuar rënje në gjithsej 709. Në 24 orët e fundit janë dhënë 148 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.817.696 doza të vaksinës. U kthehemi tani zhvillimeve të tjera në vend. Sindikatat kanë insistuar se bazuar në ngritjen e fundit të çmimeve për produktet bazë, propozimi i qeverisë për pagën minimale prej 264 eurosh të mos pranohet. Antari i kryesisë së Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Rashid Mehmeti, ka thënë se në bazë të disa kalkulimeve paga minimale duhet të jetë jo më e vogël se 400 euro. Sipas tij, statistikat tregojnë se shteti i Kosovës e ka pagën minimale më të ulët në rajon. E kërkesës së
së tij për rritjen e pagës minimale në 400 euro i është bashkuar edhe kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi. E me lajme të tjera nga bota, ne po e përmbyllim këtë edicion të nderuar shikues. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim. Së paku 47 fëmijë janë vrarë ose lënduar në 2 muajt e parë të vitit në Jemenin e zhytur në luftë civile pas përshkallëzimit të luftimeve ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve Houthi. Jemeni ka rrëshqitur në luftë civile që nga viti 2014, ku rebelët e mbështetur nga Irani morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe pjesën më të madhe të veriut të vendit, duke detyruar qeverinë legjitime të zhvendosej në jug dhe pastaj të arratisej në Arabinë Saudite. Koalicioni udhëhequr nga sauditët nisi në marsin e vitit 2015 një seri bombardimesh në përpjekje për të kthyer në pushtet presidentin Abed Mansur Hadi. Koalicioni ka dhe mbështetjen amerikane. Luftimet janë përshkallëzuar në fillim të këtij viti, pasi sauditët kanë nisur të fuqizojnë përkrahjen për trupat toksore të qeverisë së Jemenit, por Kombet e Bashkuara thonë se fëmijët po e vuajnë më së shumti luftën në vend. Numri i rasteve të reja me koronavirus është trefishuar në rajonin verilindor të Kinës, duke detyruar autoritetet e Shanghai që të ndërpresin shërbimet e autobuseve. Njëherësh qytetarëve është bërë thirrje që të qëndrojnë sa më shumë në shtëpi. Ngritja e fundit e rasteve në Kinë është një ndryshim i madh krahasuar me vendet e tjera të botës që kanë shfuqizuar masat pas uljes së madhe të rasteve. Por zyrtarët kinezë kanë thënë se nuk do të kenë fare tolerancë, duke mbyllur edhe qytete të tëra pas raportimit për raste të reja. Pekini ka njoftuar se do të vazhdojë strategjinë e luftimit të pandemisë, pavarësisht kostës së madhe ekonomike të mbylljes dhe izolimit. Irani ka marrë përgjegjësinë për një sulm me raketa që ra në afërsi të kompleksit të konsullatës amerikane në qytetin irakian Irbil, duke vlerësuar se kjo ishte hakmarrje ndaj sulmit izraelit në Siri, që la të vdekur 2 anëtar të gardës revolucionare. Nuk është raportuar për asnjë të lënduar, por sulmi ka ndikuar në ngritjen e tensioneve në përplasje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Armiqësia e kahershme ka ndikuar shpesh në zhvillimet në Irak, qeveria e të cilit është aleate me 2 vendet. Qeveria iraniane ka bërë të ditur se qendra e shënjestruar ishte kthyer në vend të konspiracioneve dhe veprimeve dashakeqe të shtetit të Izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit. Sulmin kundër cakut izraelit e ka konfirmuar në faqe edhe Garda Revolucionare Iraniane.